Në Slatin të komunës së Tearsës gjendet ferma e dhive Alpina Shari. Janë 150 deri 200 dhi që kultivohen nga kjo familje. Ibi Shibishi është pensionist dhe i ndihmon djalit e tij në këtë veprimtari blegtorie, pasi vështirë gjendet fuqia punëtore. Thotë se me blegtori dhe me fermën e dhive ka levërdi. Unë jam pensioner, po i ndihmoj se s'ka fuqi punëtore. Ka levërdi. Ne ja kena arrit kret këta që shifni këtu edhe ndërtimve të blerjen e makinave, kret prej shëtin e dhive. Nuk mund t'ja nëse nuk ka levërdi. Ibishi thot se pavarësisht kërkesave nuk ka asnjë ndihmë nga shteti, madje nuk i ka marrë as edhe subvencionet. Kena probleme financiare, subvencionet nuk na kanë shu hala. Po ja arrim diçisht mbulohena me tokat ti levrojmë, ti mbjellim. S'kena asnjë ndihmë për shtetit. Asnjë ndihmë. A keni kërkuar? Kërkesa kena bo, te i pa fondet, na shkon 10.000 euro, krejt kot, s'ka, për na nuk ka ndihmë. Qumshtin e dhive nuk u ashet qumshtoreve për shkak të çmimit të ulët. Kanë nisur që vetë ta përpunojnë duke nxjerrë në treg qumsht dhije të pasterizuar në marketet e komunës së Tearsës. Plasmon vetëm privat, prej si vjetë e kena ndërpre qumshtin nuk e qëmë qumshtore, se nuk ja vlen për 28 dinar, kena nis vetë e përpunojmë, qumshtin, djathin, gjizën, po hala nuk kena fillu me komplet start. Ibi Shibishi thot se ka shumë kërkesa për qumshtin e dhive dhe mishin e kecave për shkak të vetive shëruese. Qumshti i dhive është shumë i shëndetshëm krahasohet me qumshtin e nanës. Si thot Daud Demaku, 10 dhi në shtëpi, një bërnatore e ke. Do me thënë, është për kancer, shumica e lipin që kanë kancer, edhe mishin e kecave, edhe qumshtin e dhive. Po edhe për fëmijët, për bronhit, e lipin shumë. I ka veti shëruse. Në këtë fermë të dhive në Slatin të komunës së Tearsës, Ibishi dhe djali i tij, siç thonë, mundohen me forcat e tij që të mbajnë gjallë këtë veprimtari blegtorale. Mungesa e fuqisë punëtore dhe pagat e larta e kanë detyruar këtë familje që të mbështeten në forcat vetanake. Pavarësisht mungesës së ndihmës shtetërore, thonë se nuk heqin dorë nga kjo veprimtari, duke shpresuar se me investimet në prodhimet e bylmetit dhe mishin e dhive të mund të mbijetojë dhe të jetë konkurrues në treg.